Me qëllim përmbushjen e objektivave të rëndësishme, si dhe parandalimin e incidenteve dhe ngjarjeve kriminale, Policia e Shtetit ka hartuar një plan të posaçëm masash për festat e fundvitit, me detyra të mirë përcaktuara për çdo strukturë. Masat konsistojnë në shtimin e prezencës së shërbimeve policore me uniformë dhe atyre të policisë kriminale në territor, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe parandalimin e ngjarjeve të mundshme kriminale, menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve në pikat e kalimit kufitar gjatë hyrjedaljeve, duke shtuar sportelet dhe burimet njerëzore. Në pikat toksore do të intensifikohet bashkëpunimi ndërsjellët me homologët me qëllim krijimin e lehtësive ligjore, shmangjen e rrallëve të gjata dhe sigurimin e lëvizjeve të njëtrajtshme në të dy anët e kufirit, rritjen e kontrollit në pikat e kalimit kufitar dhe shtim të patrullimeve në kufirin e Gjelbërt me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, intensifikimin e masave për monitorimin e qarkullimit rrugor, duke përdorur mjete inteligjente, shpejtësi mace, dron, alkol testues dhe shtim të patrullave të policisë rrugore në gjitha qendrat urbane dhe akset internacionale, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e parametrave të sigurisë. Policia e Shtetit përgënjeshtron edhe kreun e sindikatës së punojësve të policisë Sadetin Fishta, lidhur me deklarimet e tij se punojësit e policisë janë kërcënuar me vendin e punës nëse nuk plotësojnë numrin e xhobave. Nuk ka asnjë urdhër të tillë për të plotësuar një numër të caktuar masash administrative, thuhet në njoftimin e policisë. Një tjetër pikë që citohet është bashkëpunimi me organet e pushtetit vendor dhe drejtuesit e institucioneve fetare për mbarvajtjen e ceremonive festive për Krishtlindje dhe Vit të Ri, si dhe koordinimin e veprimeve me policitë bashkiake për të rritur prezencën në të gjitha shetitoret, pedonalet, objektet e kultit, sheshet publike në të gjitha bashkitë e vendit për të garantuar mbarvajtjen e festimeve. Një tjetër pikë që Policia e Shtetit bën me dije se ka përqendruar forcat janë monitorimet në restorante, lokale, qendra tregtare që kanë frekuentim të lartë të qytetarëve me qëllim parandalimin e konflikteve dhe ngjarjeve kriminale dhe sigurimin në kohë të informacioneve për të parandaluar çdo incident të mundshëm, si dhe për të goditur dhe kapur personat e shpallur në kërkim dhe nxjerrjen e tyre para përgjegjësive penale. Gjithashtu ndaj subjekteve që tregtojnë lëndë piroteknike si fishek zjarre dhe kapsolla, në bashkëpunim me strukturat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, po kryen kontrolle të veçanta. Shërbimet e Forcës Kombëtare të Sigurisë, Drejtoria e Forcës Posaçme Operacionale dhe Reparti Special Renea do të jenë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo moment në rast se do të jetë e nevojshme. Dhe qytetarët ftohen të bashkëpunojnë për të denoncuar çdo paligjshmëri në numrin 112.